Tash të bëjmë konkluzionet e RSC-s. Kena bë X6 me competition, kena bë Porsche Cayenne Turbo GT-n, GLE 63 ishte kupe, kena bë vetëm vjetrën, që duhet me bë dhe terren. Do bëjmë edhe Urusin këtë ditë. Për pamje të jashtme, mu më pëlqen më shumë RSC-a. Është shumë e bukur. Cayenne Turbo GT-n dhe zgjidhsha se është e veçantë, po e bukur është edhe kjo. Për performancë, ndryshimet në këto lloj nivelesh nuk janë shumë të mëdha, po krahasu me X6-ën me competition është më ngadalt, edhe me Turbo GT-n edhe me ata është më ngadalt. Turbo GT-ja deri tash është on top, më e shpejta, më e mira e grupit këtyne. Do bëjmë dhe Urusin, dhe shohim si është dhe Urusi. Është makinë autostrade, makinë për shpejtësi të lartë, në kthesa është e shpejtë, stabil shumë, po ajo Turbo GT-ja është më fan, ajo rëshisti i çik, ikti i çik. Edhe X6 më duket pak më fan. E ndjej çik më shumë, është pak më sportive. Në limite, kur jep gaz fort e kështu, është të përgjigjet pak më shumë, i pak më i lidhur makinën me atë. Me këtë është me rear wheel steering me timon mrapa që kthehen dhe gomat mrapa, është stabil, po atë pjesën e fanit e kënaqësisë nuk e ka historia, domthonë kënaqësia e kjo është fuqia, shpejtësia. Në kthejës kështu nuk është se ke ndaj ndjeshmëri shumë të madhe. E pret timonin ku dush, po nuk e ke atë qefin, adrenalinën njëse si këto tjera. Se di si mendoni edhe ju si është duk dhe ju, kjo është super makinë, i ke gjitha, se dile me masazhe me çdo gjë, çfarë dush ti i ke, ka gjitha gjonat, nuk është e lirë, është makinë e shtrenjtë, po është goxha më lirë se Urusi. Deri tash shumë e mirë është, po Turbo GT-ja është on top. X6 me competition vend 2, kjo është në vend 3. Vend 3 për performancë, për pamje është e bukur, ja kaloj X6-s është më e bukur se ajo. Do bëjmë dhe Urusin edhe inshallah po gjejmë edhe GLE 63 kupe model në ri edhe pastaj ta bëjmë listën e updateuar.